Titova u zgjua dhe vazhdon të jetë në ndikimin e motit me pranësira të ndryshueshme që kanë kushtëzuar rreth shiu dhe duke preskuar qytetin. Por sipas meteorologëve, temperaturat janë në rritje sipër duke zëvendësuar mbrëmjet dhe mëngjeset e freskëta me mod të zakonshëm veror. Rreshtet e shiut në Titov e rrethin sollën një atmosferë ndryshe dhe ishin të mirëseardhura si për qytetarët, po ashtu edhe për bujqit e blegtorët. Ndryshe që nga mëngjesi nga veri perëndimi u zhvendos një val jo stabile i përcjell me shira lokal. Sipas meteorologëve, aktiviteti më i fuqishëm konvektiv ishte nga ora 15 deri 18, kur meteoalarmi tregoi nivelin 3, por edhe 4 në pjesët jugore dhe juglindore të vendit, ku janë shënuar edhe procese më intensive të shoqëruar edhe me erë të fuqishme në malin Shar, por edhe pjesët malore në jug-perëndim të vendit. Sipas meteorologëve, në orët e mbrëmjes, moti jo stabil gradualisht dobësohet, duke u zhvendosur drejt lindjes. Vendi ynë mbetet në regjimin e motit jo stabil me trend të rritjes së menjëhershme të temperaturave që nga dita e martë, të cilat deri të premten në disa rajone do të mbërrijnë deri në 40 gradë Celsius.